Përshëndetje, mirë se erdhët në videon e re në YouTube. Sot do marrë me vete për gjatë gjithë ditës sepse ka ditëlindjen Kevi, bashkëshorti im, dhe do dalim për treg, do i blej dhuratën, do bëj disa blerje të tjera për rreth punës dhe pastaj do kthehemi në shtëpi. Kevi mbush 24 vjeç dhe më duket e pabesueshme realisht. Mendoj në mendjen time sikur jemi akoma 18 vjeç. Dhe i thash tje për Europë për ditëlindje edhe 100 dhe shpresoj që 25-a të ketë me ne të bëhet babi apo jo. Bëjmë shaka se mirë seriozisht. Okej. Më pëlqen shumë si jam lyer sot edhe flokët më janë super zgjatur. Ky look pa qepik më duket më natyral edhe sikur po më pëlqen vetë kështu nuk dua të bëj më qepik, por do i bëj për muajin e mjaltit. Dhe kjo është çanta që ka marrë Tadiana nga Vilmas Fold për ditëlindjen më ka marrë vjet. Një outfit check me djalin e Tinis. Ai këndoj bashkë. Shumë urime për ty, shumë urime për ty. Shumë faleminderit, Alberta, shumë faleminderit. Tani jemi te Louis Vuitton, po marr një porosi për një kliente mia në Shqipëri. Shumë bukur. Mezi pres të marrë çantën e parë. Ka naj çanta të bukura. Do i marrë të i rëmbej të gjitha. Sa po e morëm edhe porosin. Ne jemi në KTV. KTV është një tregtare më e madhe në perëndim të Europës. Dhe këtu ka çdo gjë. Çdo gjë. Imagjino ta kesh shtëpinë me këtë divanin e shëmtuar. Po të godat shumë kjo, do ta pija një çaj me ato, ose një kafe. He's so cute. Mirë? Je rahat? Po. Sa marruam së ngrëni, tani të kim blejmë dhuratën tënde. Çfarë mendon se është? Ata i shparë. Do të bëje kot pra. Do bëj dot kot. Kjo është dhurata numër 1. Jo nga mua, por shumë e bukur. Të ma bënin mua kështu si që bëjmë Kevi, që më japin lekët dhe i këpri dhuratën. Që të duash do qaja. Unë të më surprizoj. Edhe Kevi ti them, kur kam ditëlindjen të lutem mos u trego asnjë detaj. Dua që do ditë të më surprizosh. Kurse më për ditëlindjen ti i them, hajde të ikim të marrim bashkë. Zemër se e di që ndoshta do ta kthejmë poezi edhe unë. Më trego çi? Kjo është dhurata ime. S'ke me dosë. Po zidh një palë, nuk ka rëndësi. Pse do, se rrethore di? Po duke sigur të shkruaj më shumë ato rrethore. Përfundimisht të zgjodhëm. Jo. Kush i blen këto syze? Unë njerë bëdoj. Po këto t'ja që të më ta. Sa janë këto? 390 euro. Të marrë ato lloj se 390 euro. Unë i marrë për qeshur në shenë ato muhabete. To bëjnë 430. Sa janë? Miu. Azur. Se alije. Kush janë bërë fashe shumë, janë bërë këto. Nuk janë stili, 370 euro. Kevi o dil apo nuk dil në tanë? Po lufte me Kevi nuk ka zjedh syze, është e pa mundur. Do isha me që t'ja kisha marrë dhuratën vetë, t'ja kisha porositur, i kisha dhënë. Do kisha turp, nuk do thoshte jo, do thoshte po, më pëlqen shumë dhe kisha marrë. Ja sa kushtojnë tortat këtu në Gjermani. Të keqen e Shqipërisë 20.000 lekë si zotri. Ka prapë duket shumë e mirë. Ja vlen. E morëm dhe tortën, do kthehemi në shtëpi. Shkom në fakt në një vend tjetër, pati ishte skandal. Shumë keq. E thash Kevi, le të ikim se ky vend nuk bën. Edhe ky vendi tani që erdhëm këtu, ishte tamam për torta. Edhe ja vlej, ti besoj. Se do kishte shumë të freskëta dhe të shijshme. Do ju tregojmë pas ta provojmë nëse ja vlen vërtet, ja ky është dyqani.
Diqa ishte Kevi. Se që përnë thosht që këshilla së të prisim tortën, sa të vendosin në frigorifer, kur da hanin tortën sot ose nesër, duke i tajë mamë një pasqeri fancy. Shumërime për ty, shumërime për ty, shumërime për Kevin, shumërime për ty. Bravo! Edhe ishi! Faleminderit. Puthe! Nuk ka lezet. Erdhëm në shtëpi, u lova, nuk e di pse më kapi bajamja në anë e djathtë, po pi një çaj këtu dhe ka fliçan kafeje. Që të shërohem. Do t'rregoj pak çfarë morët e Louis Vuitton. Për ju që nuk e dini, ata që më ndjekin prej vitesh në Instagram, e dinë që unë jam po ashtu personal shopper. Kam shumë pak kliente, që vërtet fokusohen vetëm ato pak kliente që kam. Se koha është e limituar, nuk dal dot gjithmonë për të bërë shopping, edhe ndaj kam një rreth të ngushtë të klientëve. Po nëse do të bësh pjesë e rrethit tim të ngushtë të klientëve, mund të më shkruash dhe nëse është lehtë aksesueshme nga ana ime, patjetër që mund të dalë. Kam marrë 3 parfume, më pëlqejnë shumë këto paketime të Louis Vuitton. Edhe aty vërtet të shërbejnë shumë, po shumë mirë, që e ndjen atë që po blen diçka luxury. Dhe të presionosh ti të kohë, por shikon njerëz aq random të blejnë çantat më koti në botë, thua, po për çfarë harxojnë lekët me këto gjëra, blikët të sakta me që pas ke lek. Po ndoshta kanë të saktat. Dhe ja, këto ishin 3 parfumet që ne morëm. Ishin 3 parfumet, njëra është ajo që kam bler dhe unë për veten time, që kam bler në tasën, që quhet Atrap Herrefe, nëse shqiptohet sakt nuk e di. Është një Lovers, më duket, po. Tjetra ishte Imagination. Wow, kam marrë anglishtën, gjermanishtën na ka bërë. Se nga puna provimet nuk kam qenë shumë e fokusuar. Tani mezi po pres të morrim provime që të fokusohem 100% në muajin e mjaltit. Muajin e mjaltit kemi në muajin shkurt, kam porositur shumë rroba. Patjetër do ju marr me vete për të gjithë përgatitjen, do t'ju tregoj të gjitha rrobat që kam marr, ku i kam marr, si do i kombinoj. Mezi po pres. Do jetë kështu një muaj i tërë që do merrem me këtë gjë. E ke parasysh për dasmën që nuk pushova së foluri për shumë muaj? Akoma s'kam pushuar, se do posoj dasmën së shpejti. Ose jo, kjo vit do jetë pas dasmës. Besoj se dasma do jetë postuar tashmë, po. Dhe ja. Shumë faleminderit që më ndoqët sot. Ju uroj gjithë të mira dhe kalofshi një javë të bukur. Mua!